Në arkivat sekrete të Beogradit, të fshehura nga sytë e botës për më shumë se 35 vjet, shtrihet një dokument që ndryshoi historinë e kinematografisë shqiptare përgjithmonë. Letra me vullën e kuqe të Sekretariatit për Kulturë e Arsim, nënshkruar vetëm me iniciale, mbante vetëm 3 fjalë të shkurtra, por ato 3 fjalë kishin fuqi të shkatëronin jetën e njeriut më të dashur të 70-tave. Në kolonën e majtas, shkruar me dorë me stilolaps blu, qëndronte emri Bekim Fehmiu. Në kolonën e djathtë, një urdhër i ftohtë, të hiqet nga të gjitha projektet, pa diskutim, pa apel. Asnjë shpjegim, asnjë arsyetim, asnjë drejtë mbrojtjeje, vetëm një goditje administrative që i zhduku ildin më të ndritshëm të Jugosllavisë në ekranet, nga afishet, nga memoria kolektive, sikur ai të mos kishte ekzistuar kurrë. Kush e firmosi këtë dënim pa gjyq? Pse kolegët që pinë me teraki natën e mëparshme, tani nuk guxenin ta shikonin në sy. Çfarë fshihej pas atyre 3 fjalive birokrate që e kthyen aktorin më të paguar të vendit në fantazm? Bekimi nuk e dinte ende, por jeta e tij sapo ishte ndarë në 2 botë të papajtueshme. Bota e para, ajo para letrës, ishte një mozaik i shkëlqyer. Ai ishte i riu nga Sarajeva që pushtoi Hollywoodin me fytyrat e tij të thurura nga drita dhe hije. Ai që luajti pranë Joseph Cotten dhe Jean Marais. Ai që çdo mbrëmje në Beograd, Zagreb apo Lubian mbushte kinemat plot e për plot. Femrat i shikonin si perandor të lashtë, burrat donin të ishin si ai, fëmijët mësonin të ecin si ai. Por bota e dytë, ajo pas letrës, ishte errësirë plot. Asnjë telefon nga produkuesit e dikurshëm, asnjë ftesë në studio, asnjë shpjegim zyrtar. Vetëm heshtje e rënd, sikur ai të kishte vdekur, por askush nuk guxonte ta varte. Ve më e tmeshme, askush nuk pyeste pse. Kolegët e tij, ata që aplaudonin më fort kur ai merrte çmime, tani ktheheshin kur e shihnin në rrugë. Regjisorët që e lutnin të ishte në filmat e tyre, tani shtireshin se nuk e dëgjonin kur ai telefononte. Sistemi jugoslav kishte zhvilluar një art të përsosur, zhdukjen pa gjurmë, vrasjen pa gjak, heshtjen e organizuar. Por si erdhi deri këtu? Si mundi një shtet që e dekoroi me medalje, që e dërgoi si ambasador kultural në festival ndërkombëtar, që e paraqiti si simbol të vëllazërisë dhe unitetit, si mundi ky shtet të sakrifikojë atë pa menduar 2 herë? Përgjigjja shtrihet në një kombinim diabolik të etnitetit, politikës dhe xhelozisë. Bekimi ishte shqiptar. Jo thjesht shqiptar në letërnjoftim, por krenar me identitetin e tij, i hapur me prejardhjen, i aftë të fliste për Kosovën pa frikë. Dhe kjo, në vitet kur Miloševiqi po ndërtonte perandorinë e tij mbi urrejtje etnike, ishte një mëkat i pafallshëm. Letra sekrete nuk ishte vetëm një urdhër administrativ. Ishte mesazh për të gjithë shqiptarët në botën e artit. Vendi juaj këtu është i përkohshëm, i kushtëzuar, i revokueshëm në çdo moment. Ju mund të jeni yje sot, por nesër mund të jeni askush. Nëse dikush kërkonte në dosjen e Bekim Fehmiut në arkivat e kinematografisë jugoslave të vitit 1967, do të gjente një fakt që askush nuk e përmend më. Kontrata e tij filestare për filmin Skupjaçi Perja, Mblevësit e Puplave, e detyronte atë të heqë dorë nga çdo e drejtë mbi imazhin e tij publik për 15 vjet. Ky dokument, i nënshkruar kur ai ishte ende i ri, 31 vjeç, shkruhej në gjuhë juridike aq të errët sa vetë Bekimi nuk e kuptoi sa robri po nënshkronte. Në klauzollën e 16, me gërma të vogla që mezi lecoheshin, shkruhej: aktorit i ndallohet çdo deklarat publike që mund të dëmtojë imazhin e shtetit, përfshirë këtu çështjet e karakterit etnik, fetar apo rajonal. Me fjalë të tjera, ai mund të luante çdo rol, por nuk mund të fliste kurrë si Bekim Fehmiu, vetëm si kukull e sistemit. Produkuesi i filmit, njeri me lidhje të thella me partinë, e dinte mirë çfarë po bënte. Ai po krijonte një precedent. Yjet shqiptar mund të shkelqejnë, por vetëm nën kurorën e Beogradit, dhe vetëm me kusht që të haronin se ishin shqiptar. Por Bekimi nuk e harroi kurrë, madje sa më i famshëm bëhej, aq më i hapur bëhej për rrënjët e tij. Kur në vitin 1968 ai u ftua në një intervistë për televizionin italian, ai foli për qytetet e Kosovës me një dashuri që i trembi shumë njerëz në Beograd. Unë jam nga Sarajeva, por zemra ime rreh për Prishtinën, tha ai para mijëra shikuesve. Këto fjalë, të cilat për çdo person normal tingëllonin si poezi, për aparatin shtetëror jugoslav tingëllonin si shpallje lufte. Brenda 24 orëve, Sekretariati për Kulturë ia dërgoi produkuesit të serisë së re televizive ku Bekimi duhet ishte protagonist, një telegram lakonik. Zëvendësoni aktorin. Asnjë shpjegim. Por të gjithë e kuptuan. Ai kishte guxuar të fliste për Kosovën me zë të lartë,
dhe kjo ishte linje kuqe. Dhe kjo nuk ishte hera e parë. Në vitin 1965, kur ai po xhironte në Paris, ai u pyet nga një gazetar francez nëse e konsideronte veten aktor jugoslav apo aktor shqiptar. Bekimi, i lodhur në hipokrazia, u përgjigj me sinqeritet të rrallë. Unë jam shqiptar që punon në Jugoslavi. Kjo nuk është e njëjta gjë. Fjalit këto u botuan në Le Monde dhe u përkthyen menjëherë në serbisht. Brenda një jave, Bashkimi i Aktorëve Jugoslav t'i një mbledhje emergjente për të diskutuar deklaratat nacionaliste të disa anëtarëve. Nuk e përmendën emrin e Bekimit drejt për drejt, por të gjithë e dinin për kë bëhej fjalë. Nga 110 aktorë të pranishëm, vetëm 3 guxuan të mbronin të drejtën e tij për të folur hapur. 109 të tjerë heshtën. Disa nga heshtur nga frika, disa nga xhelozia, disa nga indiferenca. Por rezultati ishte i njëjtë. Bekimi u la vetëm. Dhe çfarë ndodhi kur ai foli hapur? Asgjë. Për 3 vjet, asgjë. Po sistemi e mbante në listën e zezë në heshtje. Ai nuk e dinte ende se çdo fjalë e tij po regjistohej, çdo intervistë po arkivohej. Diku në ndonjë zysh të errët në Beograd, dikush po mbante shënime, dikush po numëronte çdo herë që ai thoshte fjalën Kosovë. Dikush po përgatitte dosjen që një ditë do ta shkatërronte. Dhe më e trishtueshme, kontrata që ai kishte nënshkruar në rini e bënte pothuajse të pamundur që ai të largohej nga Jugoslavia pa humbur çdo gjë. Nëse ai do të largohej para vitit 1981, produkuesi kishte të drejtë ligjore të konfiskonte të gjitha pagjesat e mbetura nga filmat e vjetër, shumë që arrinte në 150.000 marka gjermane, një pasuri kolosale për kohën. Por më e rëndësishmja, ai humbisnin të drejtën të shfaqej në filma që tashmë ishin bërë klasik. Kontrata ja jepte prodhuesit të drejtë ta hiqte emrin e Bekim Fehmiut nga titrat nëse ai shkelte besnikrin ndaj shtetit. Kjo ishte shantazh i pastër. Ose hesht dhe luan sipas rregullave tona, ose ne të shlihem nga historia. Askush nuk e dinte ende, por kjo kontratë do të bëhej arma që do ta fundoste atë. Sepse kur sistemi vendosi ta shlihen, ai nuk kishte nevojë për gjikat, por vetëm për një firmë në fund të letrës sekrete. Dhe firma erdhi. Cila dorë vendosi atë? Çfarë emri fshihej pas inicialeve? A ishte ai vetëm një burokrat që zbatonte urdhrat, apo dikush që e urrente Bekimin personalisht? Por edhe para se letra të arrinte, kishte shenja. Shenja që Bekimi i injoroi, sepse njeriu i suksesshëm gjithmonë mendon se ai është i paprekshëm. Një javë para se kontrata e tij për filmin italian të anullohej në mënyrë misterioze, ai vizitoi një grua në lagjen e vjetër të Beogradit, një fallxhore që punonte për elitën komuniste. Po, edhe nomenklatura besonte në magji, sidomos kur politika nuk jepte përgjigje. Gruaja ishte mbi 60 vjeç, me duar të rrudhura dhe sy të zi që shponin. Bekimi shkoi te ajo jo nga besimi, por nga kurreshtja. Një shok i tij aktor ja kishte rekomanduar pas një nate të gjatë pijeje. Ajo i priti në një dhomë të errët që mbante erë kanel dhe lamp vaj. Kur ajo i mori duart Bekimit dhe i studioni vijat, fytyra i ngrir. Pse erdhe këtu? E pyeti me zë të ulët. Unë nuk mund të ndihmoj atë që tashmë është shkruar. Ajo i ktheu dorën majtas dhe goditi me gisht në një vit të thellë që priste për lëmbën. Ky vend, tha ajo, tregon se dikush shumë i fuqishëm vendos për ty, jo ti për veten tënde. Dhe ai ka vendosur tashmë. Bekimi qeshi. Ai mendoi se gruaja po luante llojin e saj dramatike për ta bërë seancën më të paharrueshme, por ajo nuk qeshi. Brenda 3 muajve, vazhdoi ajo, do të humbasësh diçka që mendon se nuk mund të ta marrin, emrin tënd, jo si person, por si artist. Do të bëhesh hije e vetes sate, dhe nuk do të jetë vdekje fizike, do të jetë më e keqe, do të jetë vdekje sociale. Bekimi nuk e besoi, por ato fjalë mbetën në mendje si gjemb. Ai u largua dhe nuk u kthye kurrë. Por 3 muaj më vonë, kur ai mori telefonin dhe produkuesi italian i tha me zë të lodhur: "Na vjen keq Bekim, por morëm urdhër nga lart, projekti mbyllet." Ai u kujtua për gruan me sytë e zinj. Si e dinte ajo? A kishte ajo lidhje me njerëzit që vendosnin në Beograd, apo ishte thjesht intuicioni njeriu që kishte parë shumë njerëz të shkatëruar nga sistemi? Por mishti nuk ishte e vetmja gjë që Bekimin e tradhtoi, edhe trupi i tij po e tradhtonte. Në mesin e viteve 80, gjatë xhirimeve të një filmi francez, ai ra i fikur në skenë. Ekipi mendoi se ishte sum paniku. Bekimi kishte pasur përvojë më parë me ankth, por kur mjeku e kontrolloi, ai zbehoi. Presioni juaj është 160 mbi 110. Zemra po punon si e çmendur. Ju duhet të pushoni. Bekimi refuzoi. Ai nuk ishte kohë për të pushuar.
Çdo javë pa punë do të thotë një javë më afër haresës. Por mjeku insistoi dhe e dërgoi në një klinikë private në Gjenevë për ekzaminime të thelluara. Atje, mjekët zbuluan se bekimi kishte shenja të hershme të sëmundjeve kardiovaskulare. Stresi është armik juaj kryesor, i thanë ata. Nëse nuk ndryshoni jetën tuaj, nuk keni më shumë se 10 vjet. Por ja ironia e egër, bekimi nuk mund të ndryshonte jetën e tij, sepse jeta e tij tashmë po ndryhej nga dikush tjetër. Producuesit jugoslav tashmë po e injoronin, kontaktet perëndimore po ftoheshin. Ai po bëhej viktime një makine birokrate që nuk kishte nevojë të ta vriste. Mjaftonte ta linte të vdiste ngadalë nga nëvlerësimi. Dhe mjekët e klinikës së Gjenevës nuk e dinin se diagnoza e tyre ishte vetëm gjysmë së vërtetës. Zemra e bekimit nuk po thyet vetëm nga presioni arterial, po thyet nga hidhrimi i betrayalit, nga hidhrimi i njerëzve që ai kishte konsideruar vëllezër dhe që tani shtireshin se nuk e njihnin. Nga hidhrimi i një shteti që e përdori kur kishte nevojë për një fytyrë shqiptare të sukseshme, por që tani po e hidhte si dorashk të vjetër. Klinika e Gjenevës i rekomandoi pushim dhe terapi, por çfarë terapie ekziston për shkatërimin e shpirtit? Dhe pjesa më e errët, raporti mjekësor nga Gjeneva në mënyrë misterioze u dërgoi në Beograd. Bekimi kur nuk autorizoi këtë. Ai kur nuk kërkoi që informacioni i tij mjekësor të ndahej me autoritetet jugoslave. Por dikush brenda klinikës apo dikush që kishte kontakte me shërbime sekrete, ja dorëzoi dokumentin të plot sekretariatit për kulturë. Por pse kishin nevojë për një raport mjekësor kur tashmë kishin pushtet ta largonin për arsye politike? Sepse ata kishin nevojë për një alibi perfekt. Nëse e largonin drejt për drejt, ai mund të bëhej martir, por nëse e largonin për arsye shëndetësore, askush nuk mund të protestonte. Dhe brenda një jave, Bekimi mori një letër nga Bashkimi i Aktorëve Jugoslav, që i thoshte se për arsye shëndetësore, ai nuk ishte më i përshtatshëm për role kryesore. Kjo ishte gënjeshtra finale. Ata nuk e larguan sepse ishte i sëmurë. E larguan sepse ishte shqiptar dhe sepse kishte guxuar të fliste. Por tani kishin një alibi perfekt. Mjeku e tha, kush mund ta kundërshtonte këtë? Bekimi provoi. Ai shkoi në Beograd dhe kërkoi të takonte kryetarin e bashkimit. Asnjëri nuk ishte i disponueshëm. Ai shkroi letra. Asnjëra nuk u përgjigj. Ai telefonoi kolegë të vjetër. Asnjëri nuk e mori telefonin. Ai ishte tashmë fantazm. Por pyetja që digjet ende sot është kjo. Cilët doktore tradutuan? A ishin ata pjesë e një skeme më të madhe? A kishte Miloševići rrjet agjentësh edhe në klinikat zvicerane? Apo ishte thjesht korrupsioni thjesht, dikush që u pagu disa mijë franga për një kopje të dosjes mjekësore? Askush nuk e di, por që atëherë Bekimi kur më nuk besoi mjekët, kur më nuk shkoi në klinik nëse nuk ishte absolutisht i detyruar. Dhe kur zemra e tij në fund dalloi së rrauri, ai ishte vetëm në një dhomë hoteli, larg nga çdo mjek, larg nga çdo shpëtim. A ishte kjo vetvrasje? Apo ishte pasojë e viteve kur ai u mësua të mos i besonte askujt? Sepse kur sistemi të tradutoi një herë, ti nuk mund t'i besosh askujt më, as mjekut, as mikut, as vetjes. Dhe kështu në heshtje të plot, Bekimi u kthye në Beograd. Ai nuk e dinte ende se letra sekrete tashmë ishte shkruar, se nënshkrimi ishte vendosur, se jeta e tij si aktor kishte përfunduar. Pjesë e vetme që mbete ishte kush e nënshkroi dënimin e tij. Dhe pse askush nuk guxoi ta ndallonte. Sipas burimeve që dollën në dritë pas hapjes së arkivave në vitin 1998, thuhet se ekzistonte një listë që asnjë historian nuk guxon ta botojë plotësisht edhe sot. Dokumenti mban titullin e tat, Regjistri i personave jo të përshtatshëm për përfaqësim mediatik, por askush nuk e cuante kështu. Në korridoret e pushtetit ajo njihej thjesht si lista e zezë. Gjatësia e saj ndryshonte çdo muaj. Dikush hidhej, dikush shtohej, dikush zhvillohej nga një kategori në tjetrën. Por në qershor të vitit 1987, rreth mesit të dokumentit, me shkronja kapitale, shfaqet emri që duhej të qëndronte atje përgjithmonë. Femiu Bekim. Pranë tij, në kolonën arsye të përjashtimit, shkruhej vetëm një kod, N3A. Kodi nuk shpjegohej kur në mënyrë zyrtare, por punojësit e brendshëm e dinin. Nacionalist, kategoria e tretë, armik i brendshëm. Jo armik që duhej bulgosur, sepse bulgosja krijon martir. Jo armik që duhej ekzekutuar, sepse ekzekutimi krijon legjend. Por armik që duhej fshir gradualisht, me metodë zhdukjeje administrative, derisa publiku ta harronte se kishte ekzistuar ndonjëherë. Lista nuk ishte thjesht një dokument, ishte vendim ekzekutiv. Çdo institucion shtetëror kishte detyrimin ligjor ta respektonte pa pyetur.
Televizionet nuk mund të aftonin në emision, kinemato nuk mund të shfaqnin në projekte të reja, revista nuk mund të intervistuan, festivalet nuk mund të aftonin në juri. Madje biblioteka publike kishin urdhër diskret të largonin librat që përmbanin biografiat të tij të detajuara nga seksionet kryesore, vetë i vendosnin në depo e mbyllura, ku vetëm studiuesit me leje speciale mund të aksesnin. Kjo nuk ishte cenzurë në kuptimin klasik, ishte diçka më e sofistikuar. Ishte inxhinieria sociale e harresës. Dhe gjithë kjo nisi jo me një vendim të madh publik, por me një shënim dore në një dokument që vetëm 35 persona kishin të drejtë ta shihnin. Një nga ata 35 ishte një grua e vogël, sekretare në Ministrinë e Kulturës, që punonte në zyrën e arkivave. Ajo ishte ajo që daktilografoi listën origjinale. Ajo ishte ajo që pa emrin e Bekim Fehmiut duke u shtuar, dhe ajo ishte ajo që 30 vjet më vonë, në intervistën e saj të vetme para se të vdiste nga kanceri, tregoi të vërtetën që e ka munduar çdo natë. Unë e dija se çfarë po bëja, e dija se po shkatëroja një njeri, por nëse refuzoja, do t'isha unë në atë listë. Kështu funksiononte sistemi, ose t'i shkatëron, ose të shkatërojnë ty. Por kush e dha urdhrin? Sekretarja tha se letra e autorizimit mbërriti nga zyra e zëvendës ministrit për çështje kulturore, njeri me mbiemrin Ranković, që ishte nip i ish shefit të shërbimeve sekrete jugosllave. Sipas analistëve të asaj kohe, Ranković ishte përshkruar si figurë që mbikëqyrte linjën ideologjike në institucionet kulturore. Lista e zezë nuk ishte shpikje e Rankovićit, ai thjesht e menaxhonte. Sipas burimeve jo zyrtare, kjo politik ndoqi linjën e re që po merrte formë në strukturat e pushtetit, ku edhe Slobodan Milošević ishte duke fituar ndikim. Për ata që ishin në dhomën e pushtetit, Bekimi nuk ishte thjesht artist, ai ishte simbol i diçkaje më të rrezikshme, një shqiptar që mendon se mund të jetë më i madh se vendi që i dha famë. Dhe për këtë, ai duhej të paguante çmimin. Ai nuk duhej thjesht heshtur, ai duhej bërë shembull paralajmërues për çdo artist tjetër shqiptar që mund të mendonte se mund të fliste lirshëm. Dhe e tmeshme ishte se askush nuk mund ta kontestonte. Në një sistem demokratik, një artist i persekutuar mund të ankojë në gjykat, mund të mobilizonte opinion publik, mund të kërkonte ndihmë nga mediat ndërkombëtare. Por në sistemin jugoslav të viteve 80, nuk ekzistonte mekanizëm ankese. Lista e zezë nuk ishte ligj i publikuar, ishte udhëzim administrativ i brendshëm, i paarritshëm për gjykata civile. Nëse Bekimi do të shkonte në gjykat dhe do të kërkonte shpjegim pse nuk po e ftonin më në projekte, gjykata do të thoshte: nuk ka asnjë ligj që detyron një produkues të punojë me ju. Kjo është çështje e zgjedhjes krijuese, dhe teknologjikisht kjo ishte e vërtetë. Por realiteti ishte se çdo produkues që provonte ta kontraktonte Bekimin, merrte një telefonat të ftohtë nga ministria. A jeni të sigurt për këtë zgjedhje, sepse buxheti juaj shtetëror për vitin e ardhshëm varet nga vendimet tona. Kjo ishte shantazhi perfekt. Asnjë gjurmë e shkruar, asnjë prove drejt për drejt, vetëm një sistem i frikës që funksiononte si mekanizëm i vetë censurës. Por pse këmbëngullën aq shumë? Pse nuk e lan thjesht të largohej? Sepse Bekimi kishte bërë një gabim fatal. Ai kishte folur për Kosovën në një kohë kur Kosova po bëhej fushbeteja kryesore e projektit nacionalist serb. Në mars të vitit 1987, Milošević mbajti fjalimin e tij të famshëm në fushën e Kosovës, ku u tha masave: askush nuk ka të drejtë t'ju rra. Kjo ishte fillimi i një fushate masive për të mobilizuar serbët kundër kërcënimit shqiptar. Dhe në këtë kontekst, çdo shqiptar i suksesshëm që nuk dënonte hapur lëvizjen kombëtare shqiptare, konsiderohej armik. Bekimi nuk ishte aktivist, ai nuk kishte asnjë lidhje me politikën, por ai kishte refuzuar të firmos një letër kolektive të artistëve që dënonte separatizmin shqiptar. Djetra kolegë firmosën, disa nga frika, disa nga bindje, disa për karrierë. Por Bekimi tha: unë jam artist, jo politician. Unë nuk firmos dokumente që nuk i kuptoj. Ky refuzim ishte mjaftueshëm. Brenda 2 javësh, emri i tij ishte në listë dhe askush nuk guxoi të protestonte. Magje, ata që e kishin konsideruar mik, tani flisnin për të si për një tradhtar të qetë. Por a e dinte Bekimi se ishte në listë? Për muaj të tërë ai nuk e dinte. Ai thjesht shihte se thirrjet po paksoheshin, se emailet nuk po përgjigjeshin, se takimet po anulloheshin në minutën e fundit. Ai mendoi se ishte vetëm një periudhë e vështirë që çdo artist kallon. Por në shtator të vitit 1987, një gazetar italian, mik i tij i vjetër, ja tha të vërtetën. Ata u takuan në një kafe në Triest, larg syve të Beogradit. Gazetari nxori një kopje të dokumentit, jo origjinalin, por një fotokopje të bërë nga dikush i brendshëm që kishte guxuar të rrjedhë informacionin.
Bekimi lecoi emrin e tij, lecoi kodin, dhe për herë të parë në jetën e tij, ai kuptoi se nuk po luftonte kundër mos suksesit, po luftonte kundër një sistemi që kishte vendosur ta zhduk. Çfarë mund të bëj, pyeti ai. Gazetari tundi kokën. Asgjë. Nëse protestoni, do të përfundoni në burg. Nëse heshtni, do të harroheni. Ju keni vetëm një zgjedhje. Të largoheni përgjithmonë. Por Bekimi nuk donte të largohej, ai donte të luftonte. Ai shkroi letra drejtuara kuvendit, prezidencës, bashkimit të artistëve. Asnjëra nuk u përgjigj. Ai provoi të kontaktonte avokat, të gjithë i refuzuan rastin, duke thënë se nuk ka bazë ligjore për padi. Ai shkoi personalisht në Ministrinë e Kulturës dhe kërkoi takim me zëvendës ministrin Ranković. Pas 3 orë pritjeje, një sekretare i tha: "Ministri nuk ka kohë sot. Lini një letër me kërkesat tuaja." Bekimi la një letër 10 faqesh ku shpjegonte gjithçka, karrierën e tij, kontributin e tij, padrejtësinë që po përjetonte. Letra nuk u përgjigj kurrë. Por një kopje e saj, me shënime anësore me stilolaps të kuq, u gjet vite më vonë në arkivat sekrete. Shënimet ishin nga dora e Rankovićit. Pranë çdo paragrafi ku Bekimi fliste për dashurinë e tij për Jugosllavinë, Rankovići kishte shkruar: gënjeshtër. Pranë çdo paragrafi ku ai kërkonte drejtësi, Rankovići kishte shkruar manipulim. Dhe në fund të letrës, një konkluzion i vetëm: mos u përgjigj, le të lodhët. Kjo ishte strategjia e tyre, jo ta shtypin me forcë, por ta lodhën derisa të dorëzohej. Dhe për një kohë strategjia funksionoi. Bekimi u tërhoq nga jeta publike. Nuk jepte më intervista, nuk shkonte më në festa, nuk u paraqit më në evente. Ai u bë hije e vetvetes, duke jetuar në apartamentin e tij në Beograd, duke pirë vetëm, duke parë filmat e vjetër të tij në video dhe duke u pyetur se ku shkoi gjithçka keq. Miqtë e tij të rrallë që guxuar ta vizitonin, thonë se ai ishte bërë njëri tjetër, i heshtur, i dyshuar, i tyer. Njëri prej tyre thotë: "Ai më tha një natë pas shishës së dytë, ata nuk më vran, më keq. Më bën të shoh se si bota më harron, ndërkohë që jam ende gjallë. A mund të ketë ndëshkim më mizor se ky? A mund të ketë vuajtje më të madhe se të shohësh veten duke u zhdukur nga kultura që ti e ndihmove të ndërtoj?" Në fund të viteve 80, ai takoi një grua që do të bëjë mbështetja e tij më besnike. Emri i saj ishte Branka Petrić, një grua 35 vjeçare, aktore serbe me prejardhje nga Vojvodina, që kishte humbur vende pune për shkak të devijimit ideologjik. Ajo i kishte takuar Bekimin në një mbrëmje private ku të dy ishin ftuar nga një mik i përbashkët. Branka nuk ishte adruese e tij. Ajo madje nuk e kishte parë asnjëherë në filma, por ajo e njihte historinë e tij, sepse ajo vetë kishte qenë viktime së njëjtës makineri. Ajo ishte larguar nga skenat e teatrit sepse kishte refuzuar të luante në një shfaqje propagandistike që dënonte intelektualët shqiptar. "Unë nuk luaj urrejti me porosi", kishte thënë ajo. Dhe për këtë, ajo humbi role, reputacionin dhe shumë miq. Kur ajo dhe Bekimi filluan të flisnin atë natë, ata e kuptuan se po jetonin të njëjtën tragjedi, vetëm nga duanët e vijës etnike. Branka u bë për Bekimin diçka midis mikeshës, sekretares dhe mbrojtëses. Ajo ishte ajo që i hapi derën kur ai nuk ishte forcë të dilte. Ajo ishte ajo që i blinte ushqim kur ai harronte të hante. Ajo ishte ajo që i detyronte të lante veten kur ai kallonte ditë të tëra pa ullar. Por më e rëndësishmja, ajo ishte ajo që i dëgjoi historitë, dhe Bekimi, për herë të parë në vite, filloi të fliste. Ai i tregoi për kontratën që e shiti lirinë e tij, i tregoi për letrën sekrete që e zhduku nga historia, i tregoi për natën kur ai u përpoq të vetvritet, por nuk guxoi, sepse nuk donte t'u jepte armiqve kënaqësinë e fitores. Branka e dëgjoi gjithçka pa gjykuar, dhe kur ai mbaroi, ajo tha: "Ne duhet ta tregojmë këtë, jo për hir të hakmarrjes, por sepse historia duhet ta di." Por Branka nuk ishte vetëm shpëtimtare, ajo ishte edhe problem, sepse në një shoqëri ku dashuria ndëretnike konsiderohej nga ekstremistët si tradhti, lidhja midis një aktori të famshëm shqiptar dhe një aktreje serbe ishte skandal që presja nacionaliste nuk mund ta injoronte. Gazeta tabloide Večernje Novosti, e njohur për linjen e saj ultranacionaliste, botoi një artikull me titull: "Fehmiu gjen ngushëllim në krahët serb." Artikulli nuk ishte vetëm tashetheme, ishte sulm i koduar. Ai nënkuptonte se Bekimi po përdorte një grua serbe për të riparuar imazhin e tij, se ai po manipulonte ndjenjat e saj për të fituar simpati, se ai ishte gjarpër që fshehet në shtëpi serbe. Artikulli ishte i pajustifikuar dhe i neveritshëm, por ai arriti qëllimin e tij. Familja e Brankës, që deri atëherë kishte pranuar lidhjen me rezerva, tani filloi të ushtroi presion. Vëllai i saj, një polic në Beograd, e vizitoi dhe i tha troq:
Nëse ti vazhdon me këtë shqiptar, ti po braktis kombin tënd. Kjo nuk është dashuri, kjo është turp. Por Branka nuk u tërhoq. Ajo e dinte se çfarë po bënte. Ajo e dinte se po rrezikonte gjithçka. Por ajo e dinte gjithashtu se Bekimi kishte nevojë për dikë që të mos e braktiste. Dhe në një botë ku logjika e urrejtjes etnike po bëi normaliteti i ri, ajo zgjodhi të qëndrojë me të. Ky akt i thjesht i besnikërisë, në një kohë kur besnikëria ndaj një shqiptari konsiderohej tradhti, ishte më i fuqishmi akt i rezistencës. Dhe Bekimi e kuptoi këtë. Në një letër që ai i shkroi Brankës në vitin 1990, letra që u gjet pas vdekjes së tij, ai shkroi: "Ti më riktheve diçka që unë e kisha humbur. Besimin se njerëzit mund të jenë më të mëdhenj se kombet e tyre. Ti më dhe kurajon të mos urrej, edhe kur gjithçka rreth meje më mësonte urrejtje." Por historia e tyre nuk ishte vetëm dashuri romantike. Ajo ishte partneriteti i dy njerëzve që u përpoqën të dokumentojnë të vërtetën përpara se të ishte tepër vonë. Branka filloi të mbledh dokumente, kopje të kontratave, fotokopje të fragmenteve të listës së zezë, dëshmi nga njerëz që punonin në institucionet shtetërore. Ajo planifikonte të shkruante një libër që do të zbulonte mekanizmin e shkatërimit administrativ të Bekim Fehmiut. Por projekti nuk u realizua kurrë. Sipas dëshmisë së saj të dhënë vite më vonë, në fillim të vitit 1990, ajo përjetoi një incident në rrugë që e detyroi të ndërpres punën për projektin. Ajo u shtrua në spital për kohë të gjatë. Bekimi e vizitoi çdo ditë. Por kur ajo u shërua, ajo i tha: "Unë nuk mund ta vazhdoj këtë. Ata më paralajmëruan. Nëse vazhdoj, herën tjetër nuk do të jetoj." Bekimi e kuptoi, ai nuk e fajsoi, por në atë moment ai e kuptoi se ishte plotësisht i izoluar. Madje edhe gruaja që e donte më shumë se çdo kusht tjetër, nuk mund të qëndronte pranë tij pa u rrezikuar jeta. Dhe kjo ishte fitoria finale e sistemit, jo të vriste Bekimin, por ta izolonte aq shumë sa ai të vdiste vetëm, pa dëshmitar, pa mbështetje, pa shpresë. Sepse kur ti merr një njeriu gjithçka, famën, punën, dashurinë, shpresën, çfarë mbetet? Vetëm boshllku. Dhe boshllku, herët avon, gëllti gjithçka. Edhe në këtë errësirë absolute, kishte ende një vend ku Bekimi shkonte për të gjetur paqe. Një apartament i vogël në lagjen e vjetër të Sarajevës, në një ndërtesë prej tullash të kuqe që mbijetoi luftën. Apartamenti nuk ishte i tij zyrtarisht. Ai përkiste një gruaje të vjetër që kishte qenë shoqja e nënës së tij. Sipas legjendave që qarkullojnë në rrjetit e ngushtë, kjo grua, disa e cvanin Zlata, ishte rreth 80 vjeç, me flokë të bardhë dhe duar që dridheshin nga artriti. Ajo kishte punuar gjithë jetën si robaqepse dhe tani jetonte me pension të vogël në një dhomë plot me arka të vjetra dhe shami të verdhën nga koha. Por ajo kishte diçka që askush tjetër nuk kishte, kujtesën e së kaluarës. Ajo mbante ende fotografitë e Bekimit si fëmijë, kur ai luante në rrugët e Sarajevës me këpucë të grisura. Ajo mbante ende letra që nëna e tij ja kishte dërguar përpara se të vdiste. Dhe ajo mbante ende besnikrinë që shumë të tjerë kishin humbur. Bekimi shkonte te kjo grua e vjetër çdo herë që nuk mund ta duronte më Beogradin. Ai udhëtonte natën me autobus, duke shmangur portat kryesore ku mund të njihej. Ai mbërrinte në mëngjes, i lodhur dhe i thirr, dhe ajo e priste me kafe turke dhe bukë të ngrothë. Ata nuk flisnin shumë, nuk kishte nevojë. Ajo thjesht e linte të ulej në koltukun e vjetër pranë dritares dhe ta shikonte qytetin që e kishte lindur. Sarajeva e fundit të viteve 80 nuk ishte më qyteti i fëmijërisë së tij. Ndjehet tensioni që po vinte. Por në atë apartament të vogël, koha dukej se kishte ndaluar. Atje, Bekimi nuk ishte artisti i dështuar. Ai ishte thjesht Beki, djali i vogël që ajo e kishte njohur gjithë jetën. Një natë, në verën e vitit 1989, Bekimi u zgjua në mes të natës me një dhimbje në gjoks. Ai nuk donte ta shqetësonte mikeshën e vjetër, por dhimbja ishte aq e fortë sa ai nuk mund të fliste. Ajo e dëgjoi dhe hyri në dhomë. "Çfarë ke?" pyeti me panik. Bekimi nuk mund të përgjigjej. Ajo e kuptoi se diçka nuk shkonte mirë. Ajo thiri një që kishte telefon dhe thiri ambulancën, por ambulanca nuk erdhi kurrë. Në Sarajev të atyre viteve, shërbimet publike ishin të mbytura nga kriza. Pas një ore, dhimbja u shua vetë. Bekimi u qetësua dhe ju lut mikeshës së vjetër të mos i thoshte askujt. Nëse ata kuptojnë se jam i sëmur, ata do të thonë se unë po vdes nga mërzitja, tha ai. Ata do të fitojnë edhe këtë betejë. Por gruaja e vjetër nuk ishte e qetë. Ajo e dinte se Bekimi nuk po kujdesej për veten. Ajo e dinte se ai po pinte shumë. Ajo e dinte se ai po hante pak. Ajo e dinte se ai po vdiste ngadalë, jo nga sëmundja, por nga hidhërimi.
dhe ajo nuk dinte çfarë të bënte. Sepse çfarë mund të bënte një grua 80 vjeçare kundër një shteti që kishte vendosur ta shkatërrojë dikë? Aho mund të ofronte vetëm atë që kishte. Një krevat të ngrohtë, një pjatë supë dhe vesh që dëgjonte. Por a ishte kjo mjaftueshme? A mund të shpëtojë njeriu me dashuri kur gjithçka tjetër është marrë prej tij? Në një nga vizitat e fundit të bekimit te kjo grua e vjetër, vetëm disa muaj përpara se të ndodhte ajo që askush nuk e kishte parashikuar, ai I dha asaj një zarf. Brenda ishte një çelës dhe një letër. Letra thoshte: "Nëse diçka më ndodh, hap dollapëllin e vjetër në dhomën e pasme. Atje do të gjesh gjithçka që unë kam mbajtur të fshehtë. Mos u jep autoriteteve. Jepja dikujt që do ta tregojë të vërtetën." Gruaja e vjetër mori zarfin, por nuk e hapi kurrë. Ajo mendonte se bekimi po egzageronte. Ajo mendonte se ai po bënte dramatik. Por kur lajmi erdhi, kur ajo mori telefonatën që I thoshte se bekimi nuk ishte më, ajo hapi dollapëllin. Dhe ajo që gjeti atje e ngrisi. Atje ishin qindra letra. Disa nga produkuesi që refuzuan, disa nga zyrtar që tradhtuan, disa nga miq që u larguan. Atje ishin kopje të kontratave që e shitën. Atje ishte një ditar personal ku ai kishte shkruar emrat e të gjithëve që I kishin lënë vetëm. Dhe në fund, një letër e fundit, e pa skriptuar, pa adresë, që thonte vetëm: "Unë nuk u vetë vrava, por ata më vranë, dhe askush nuk do ta pranoj kurrë." Gruaja e vjetër donte t'i botonte këto dokumente. Ajo shkoi te një gazetar në Sarajev dhe ja tregoi gjithçka. Por gazetari I tha: "Grua e nderuar, nëse unë botoj këtë, karrierja ime mbaron. Më vjen keq, por unë nuk mund." Ajo shkoi te një avokat. Avokati tha: "Nuk ka bazë ligjore për padi. Ai vdiq, rasti mbyllet." Ajo shkoi te një prift. Prifti tha: "Zoti e di të vërtetën, kjo është mjaftueshme." Por ajo nuk mendonte se ishte mjaftueshëm. Ajo donte drejtësi. Ajo donte që bota ta dinte se çfarë I kishin bërë bekimit. Por ajo nuk kishte as energji, as rjete për ta luftuar sistemin. Dhe kështu, ajo vendosi dokumentet përsëri në dolap, I mbyllur me çelës, dhe I la atje për dikë tjetër. Disa vjet më vonë, kur lufta në Bosnjë shpërtheu, ndërtesa u godit. Sipas dëshmive, gruaja humbi apartamentin. Ajo u shpërngull në një kamp refugjatësh, dhe dolaplini me dokumente, bashkë me të vërtetën që ai mbante, humbi përgjithmonë. A ishte kjo fati, apo diçka më e errët? A ishte thjesht tragjedia e luftës, apo dikush siguroi që ajo të ndodhte? Sepse është e çuditshme se ndërtesa ku ajo jetonte ishte një nga të paktët që u godi direkt në atë lagje. Është e çuditshme se askush tjetër në ato dhoma nuk humbi gjithçka, vetëm ajo. Është e çuditshme se kur ajo u përpoq të kthehej për të marrë dokumente, forcat e sigurisë ndaluan. Shumë e rrezikshme, than ata. Por a ishte e rrezikshme fizikisht apo e rrezikshme politikisht? Askush nuk e di. Por sipas atyre që e njihnin, gruaja vdiq në mesin e viteve 90, në një shtëpi të vogël në periferi të Sarajevës, pa e parë kurrë drejtësinë që ajo e kërkoi. Dhe me vdekjen e saj, vdiq edhe mundësia e fundit që e vërteta e plot të dilte në dritë. Por a ishte kjo fundi? A mbyllet historia kështu, me zjarr, heshtje dhe hares? Apo është ende diçka që mund të zbulohet? Sepse edhe sot, në ndonjë arkiv të fshehtë, mund të jetë një kopje tjetër e atyre dokumenteve. Edhe sot, dikush që ishte atje mund të mbajë ende një sekret. Edhe sot, e vërteta mund të jetë duke pritur të gjendet. Por kush do ta kërkoj? Kush do të guxojë ta hap kutinë që aq shumë njerëz donin të qëndronte mbyllur? Historia nuk mbaron me vdekjen e njeriut. Ajo mbaron vetëm kur të fundit që e kujtojnë, harrojnë. Dhe bekimi ende nuk është harruar. Në 1988, kur Bekim Fehmiu u kthye për herë të fundit në Beograd pas një udhëtimi të shkurtër në Sloveni, ai gjeti apartamentin e tij në një gjendje që e tronditi. Dyert e dollapëve ishin të hapura, bibliotekat e shpërndara dhe në mes të dhomës së ndenjes mbi tavolinë qëndronte një çek e anulluar. Çek që ai kishte marrë nga kinemat gjermane për një film që kishte realizuar në vitet 70. Çeka ishte për 140.000 marka, shumë që sipas kontratës origjinale duhej t'i pagohej pas 10 vitesh në formë bonusi për të drejtat e shpërndarjes. Por mbi çek me stamp të kuqe shkruhej një fjalë vetme në gjermanisht: ungültig, e pavlefshme. Bekimi mori telefonin dhe t'i ri produkuesin në Myni. Zëri që ju përgjigj ishte I ftohtë, profesional, I largët. Na vjen shumë keq, zoti Fehmiu, por kontrata juaj u rishikua bazuar në kërkesën e autoriteteve jugoslave. Sipas klauzoles së 19, nëse ju nuk jeni më në gjendje të përmbushni detyrimet tuaja promovuese, të drejtat tuaja financiare transferohen te produkuesi. Bekimi ngriu. Cilat detyrime promovuese? Unë kur nuk jam kontraktuar për promovim.
por produkuesi nuk donte të dëgjonte. Vendimi është marrë, çështja është mbyllur. Ju mund të kontaktoni avokatët tuaj. Linja u ndërpre. Por kush kishte kërkuar rishikimin e kontratës? Kush kishte shkruar letra në mini duke pretenduar se Bekimi kishte shkelur detyrimet e tij? Dokumentet që dollën në dritë vite më vonë pas rënies së regjimit tregonin se kërkesa ishte dërguar nga ambasada jugoslave në Gjermani, e firmosur nga një zyrtar konsullor me emrin Dragan Kostić, njeri që sipas ish kolegëve të tij kishte lidhje të drejta me shërbimet sekrete. Letra që Kostić i dërgoi produkuesit gjerman ishte mashtruese në sofistikimin e saj. Ajo nuk akuzonte Bekimin drejt për asgjë, por insinuonte se për arsye personale, shëndetësore dhe profesionale, zoti Femiu nuk është më në gjendje të përfaqësojë imazhin e filmit në mënyrë adekuate. Në sytë e një produkuesi gjerman që nuk njihte intrikate brendshme jugoslave, kjo tingëllonte si një njoftim rutinë. Ai besoi se Bekimi ishte i sëmur ose i tërhequr. Ai nuk e dinte se po përdori si mjet për ta zhvatur Bekimin nga armja e tij financiare. Dhe kjo nuk ishte e vetmja çek që u anullua. Brenda 3 muajve, Bekimi mori njoftimet në 4 produkues të ndryshëm europian, të gjithë duke i thënë të njëjtën gjë. Kontrata e tij ishte rishikuar, të drejtat e tij ishin transferuar, paratë e tij nuk do të pagoheshin më. Njëra prej këtyre kompanive ishte franceze, tjetra austriake e treta italiane. Por të gjitha kishin marrë të njëjtën letër, të njëjtën gjuhë, të njëjtin ton, të njëjtin shpjegim të rrem. Diku në një zyrë në Beograd, dikush po koordinonte një fushat sistematike për ta zhvatur Bekimin nga çdo burim të ardhurash që ai kishte jashtë vendit. Ky nuk ishte thjesht shkatërim karriere. Kjo ishte vjedhje financiare organizuar, e mbulluar me gjuhë ligjore dhe vulla zyrtare. Dhe pjesa më cinike, Bekimi nuk mund të paditte, sepse kontrata origjinale ja jepte shtetit jugoslav të drejtën të menaxhojë interesat e artistit nëse ai konsiderohej jo bashkëpunues. Në fjalë të tjera, shteti kishte autoritetin ligjor të viste paratë e tij dhe ta çuante këtë mbrojtje. Sa vlen një jetë ku çdo fitim që ke punuar për të, çdo kontratë që ke nënshkruar në besim, çdo premtim që të është bërë, shndërrohet në një dokument të anulluar me një stamp të kuqe. Bekimi nuk po e humbiste vetëm famën, ai po e humbiste edhe armërinë financiare. Ai po e humbiste mundësinë për të jetuar me dinjitet në pleqëri. Ai po e humbiste çdo shans për ta lënë diçka pas vetes. Dhe njerëzit që po ja bënin këtë, po e bënin duke buzëqeshur pas tavolinave të tyre zyrtare, duke firmosur dokumente me stilolapsa të shtrenjtë, duke pirë kafe dhe duke biseduar për mëngjes të qetë. Asnjë nga ta nuk ishte gjakun e Bekimit në duar, por të gjithë ishin pjesëmarrës në vrasjen e ngadaltë të shpirtit të tij. Por Bekimi nuk ishte i vetmi që po vuante. Ekzistonte një rreth i ngushtë, vetëm 5 njerëz që e dinin gjendjen e tij të vërtetë dhe asnjë prej tyre nuk guxonte të fliste. Njëri prej tyre ishte mjeku i tij personal, doktor Milan Erić, një kardiolog në Spitalin Klinik të Beogradit që e kishte trajtuar Bekimin që nga fillimi i viteve 80. Erić ishte njeri i heshtur, profesional, që kishte parë shumë pacient të famshëm, por asnjë nuk e kishte shqetësuar aq sa Bekimi. Sipas shënimeve të tij private, që u zbuluan pas vdekjes së tij në 1995, Erić e dinte që në 1986 se zemra e Bekimit ishte në gjendje kritike. Por ai nuk mund ta spitalizonte Bekimin, sepse çdo spitalizim do të bëhej publik dhe çdo publicitet do të jepte më shumë municione për ata që donin ta shkatërronin. Kështu, ai e trajtonte Bekimin fshehtas, në orët e vona të natës, në një zyrë private jashtë spitalit, ku asnjë dokument nuk regjistrohej. Por Erić nuk ishte i vetmi, ishte edhe Milena Stojaković, sekretarja e vjetër e Bashkimit të Aktorëve, që kishte punuar në atë institucion për 30 vjet. Ajo ishte ajo që shihte listat e mbledhjeve ku emri i Bekimit përmendej, por asnjëherë nuk ftohej. Ajo ishte ajo që dëgjonte bisedat e prapaskenës ku drejtorit i thoshin: "Nëse Fehmiu vjen, ne bojkotojmë." Ajo ishte ajo që daktilografoi letra të ftohta refuzimi që u dërguan në emër të Bashkimit, edhe pse ajo e dinte se vendimi nuk ishte i Bashkimit, ishte urdhër nga lart. Milena mbante një ditar personal ku shkruante çdo padrejtësi që shihte, por ajo kur nuk e tregoi dikujt derisa u pensionua. Dhe kur u pensionua, ajo e dogji ditarin, sepse kishte frikë se do të zbulohej dhe do të humbisite pensionin. Pastaj ishte Zoran Radović, një regjisor i ri që kishte punuar me Bekimin në një projekt eksperimental në fund të viteve 70. Zoran e aduronte Bekimin dhe kur ai dëgjoi se Bekimi po izolohej, ai përpiqej ta kontaktonte për t'i ofruar një rol në një film të ri. Por kur Zoran paraqiti projektin te Komisioni për Kulturë për të marrë financim shtetëror, ai mori një përgjigje verbale të ftohtë. Projekti është interesant, por aktori juaj nuk është i përshtatshëm.
Kur Zoran pyeti pse, askush nuk ju përgjigj. Kur ai insistoi, ai humbi edhe financimin për projekte të tjera. Ai e kuptoi mesazhin. Nëse ti mbrosh bekimin, ti do të shkatërohesh së bashku me të. Ve Zoran, si shumë të tjerë, zgjodhi heshtjen. Kishte gjithashtu Dragana Nikolić, një gazetare kulturore që kishte intervistuar Bekimin disa herë dhe që kishte shkruar artikuj të ngrohtë për të në vitet 70. Në 1987, ajo përpiqej ta kontaktonte Bekimin për një artikull përkujtimor për revistën ku punonte, por redaktoria ndaloi. Fehmiu nuk është lajm më, tha ai. Dragana diskutoi, por ai është legjend. Redaktoria u acarua. Nëse ti shkruan për të, unë do ta refuzoj artikullin dhe ty do të largohen kompetencat për kulturë. Dragana ishte nënë e 2 fëmijëve dhe nuk mund të humbiste punën. Ajo heshti, por ajo kur nuk e harroi. Vite më vonë, kur regjimi ra dhe ajo shtroi librin e saj memoaresh, ajo i kushtoi një kapitull tër artistëve që ne i tradhtëm me heshtjen tonë. Emri i parë në atë kapitull ishte Bekim Fehmiu. Dhe së fundmi ishte Branka, ajo që e njinim tashmë. Por edhe Branka kishte kufijtë e saj. Ajo e donte Bekimin, por ajo nuk mund të fliste hapur. Ajo nuk mund të shkonte në media. Ajo nuk mund të organizonte protesta. Sepse çdo veprim i tillë do të rrezikonte jo vetëm karrierën e saj, por edhe sigurinë e saj fizike. Dhe kështu, edhe ajo heshti, jo nga mungesa e dashurisë, por nga frika për mbijetesën. Këta 5 njerëz formonin një rreth të fshehtë të së vërtetës, një klan jo zyrtar që e dinte se çfarë po i ndodhte Bekimit, por që nuk guxonte ta thoshte. Ata nuk ishin bashkëpunëtor aktiv të shkatërimit të tij, por as nuk ishin rezistent. Ata ishin dëshmitar të heshtur, të burgosur në frikën dhe vetruajtjen e tyre. Dhe kjo është pjesa më tragjike. Sistemi nuk kishte nevojë për shumë ekzekutor aktiv. Ai thjesht kishte nevojë për shumicën që të heshtej. Dhe shumica, nga frika, nga lodhja, nga indiferenca, heshti. Dhe me çdo heshtje, Bekimi zhutej më thellë në errësirë. Çfarë do të kishte ndodhur sikur vetëm njëri prej këtyre 5 personave të kishte guxuar të fliste? Sikur Erish të kishte dalë publik me diagnozën? Sikur Milena të kishte zbuluar dokumentet? Sikur Zoran të kishte bërë filmin pa financim shtetëror? Sikur Dragana të kishte shkruar artikullin edhe me rrezikun e humbjes së punës? Sikur Branka të kishte organizuar një fushat ndërkombëtare? A do të kishte ndryshuar diçka? Apo sistemi ishte aq i fuqishëm sa edhe një zë i vetëm do të ishte i pamjaftueshëm? Në një nga netët më të errta të janarit të vitit 1989, Bekimi shkoi në një ndejtë të vogël në lagjen e Dorçall, një vend ku artistit e izoluar dhe të harruar shkonin për të pirë dhe për të harruar. Atje, në një tavolinë në cep, ai takoi një grua që nuk e kishte parë për vite, Gordana Marković, një këndëtare e famshme në vitet 60 që kishte kaluar të njëjtën shkatërim si Bekimi. Ajo kishte refuzuar të këndonte në një koncert propagandistik dhe për këtë, emri i saj ishte hequr nga programet televizive. Ajo tani jetonte me pension të vogël, duke dhënë mësime private të këndimit, e harruar nga bota që dikur e adhuronte. Kur ajo dhe Bekimi filluan të flisnin, ata e kuptuan se po jetonin të njëjtën gjendje, jo vetëm izolimi profesional, por edhe procesi më i dhimbshëm, zhdukja graduale e pasurisë. Gordana i tregoi Bekimit se edhe ajo kishte humbur paratë e saj. Unë kisha një akaunt në bankën kombëtare, tha ajo me zë të lodhur, para që kisha grumbulluar nga koncertet jashtë vendit. Në 1986, unë shkova për të tërhequr para për të paguar shpenzimet e nënës si me të sëmur. Në punësi më tha, llogaria juaj është ngrirë për arsye administrative. Unë pyeta çfarë arsyesh? Ai nuk mund të më tregonte. Unë shkova te drejtori i degës. Ai më tha të njëjtën gjë. Na vjen keq, por ne nuk mund të kthejmë mjete pa autorizim nga Ministri e Financave. Unë shkrova letra në ministri, asnjë përgjigje. Dhe kështu, 130.000 dinar, kursimet e gjithë jetës sime, u bën të paprekshme. Ato janë ende atje, në atë llogari, por unë nuk mund t'i shoh, nuk mund t'i përdor. Është sikur ato të mos ekzistojnë. Bekimi e dëgjoi dhe njohu historinë, sepse e njëjta gjë po i ndodhte edhe atij. Kontributet e tij nga vitet e arrit të karrierës, paratë që ai kishte investuar në një kooperativ ndërtimi në Beograd, madje edhe një pasuri e vogël që kishte trashëguar nga familja, të gjitha ishin bërë të pazbatueshme për shkak të procedurave administrative që askush nuk mund t'i shpjegonte. Ky nuk ishte thjesht izolim. Kjo ishte varfërimi i organizuar. Qëllimi nuk ishte vetëm ta largonin nga sytë e publikut, por edhe ta bënin kaq të varfër sa ai të mos kishte as mundësinë ekonomike për të rezistuar. Sepse një artist që ka para mund të shkojë jashtë vendit, mund të jetojë në mërgjim, mund të vazhdojë karrierën diku tjetër. Por një artist pa para është i burgosur në një vend ku askush nuk e do, të detyruar të jetojë në një gjendje të përhershme poshtrimi.
Gordana dhe Bekimi qëndruan natën deri në orët e hershme të mëngjesit, duke ndarë histori të dhimbjeve të tyre. Por në fund, Gordana tha diçka që e tronditi Bekimin thellë. Ti e di pse na e bën këtë, Bekim? Jo sepse jemi armiqtë të shtetit, jo sepse jemi rrezik për rendin publik, por sepse ne nuk u përkullëm, sepse ne guxuam të themi jo. Dhe për sistemin, kjo është më e keqja, sepse çdo jo është shembull për të tjerët. Dhe nëse të gjithë fillojnë të thonë jo, sistemi rrëzohet. Prandaj ata duhet të na bëjnë shembull, jo duke na vrarë, por duke na bërë kaq të mirë sa të tjerët të thonë, unë nuk dua të jem si ata, më mirë të përkullem. Ajo mbeshi dorën e saj të rrudur mbi dorën e Bekimit. Ne jemi sakrifica për të friksuar të tjerët. Dhe sa më shumë ne vuajmë, aq më të fuqishëm bëhen ata. Bekimi nuk foli për një kohë të gjatë, pastaj me zë ullët pyeti. A mendon se dikush do ta kujtojë këtë një ditë? A mendon se dikush do të thotë të vërtetën? Gordana buzëqeshi trisht. Ndoshta, por jo nga ata që duhet ta thonë. Ata që e din, heshin. Dhe ata që do të flasin nesër, sot janë fëmijë që nuk e kuptojnë ende botën. Ajo u ngrit për të shkuar, por kjo nuk do të thotë se ne nuk duhet të vazhdojmë të jetojmë, sepse çdo ditë që ne jetojmë me dinjitet, edhe pse na e kanë marrë gjithçka, është një fitore mbi ta. Mos u dorëzo, Bekim, sepse ditën që ti dorëzohesh, ata fitojnë. Por a ishte Bekimi ende në gjendje të mos dorëzohej? A kishte ai ende forcë për të vazhduar? Apo ai tashmë po lëshohej ngadalë ditë pas dite në errësirën që e kishte përpir? Dhe nëse ai po lëshohej, a kishte kush për ta penguar? A kishte dikush që ende donte aq sa ta ktente nga Homera e vetë shkatërrimit? Këto pyetje do të vinin shumë shpejt në provë. Në mbrëmjen e 28 shkurtit të vitit 1990, në ora 8 pasdite, portieri i një hoteli të vogël në qendër të Beogradit, Hoteli Majestic, që kishte parë ditë më të mira, pa një figurë që ecte me hapa të ngadalt drejt hyrjes kryesore. Njeriu ishte i veshur me një pallto të vjetër të zezë që kishte njolla ujë në shpatulla dhe mbante një çantë lëkure të grisur në dorë. Portieri nuk e njohu menjëherë, sepse fitura ishte mbulluar pjesërisht me një kapel të ulët, por kur figura u afroa më shumë, portieri ngrir. Ishte Bekim Fehmiu, por jo Bekimi që ai e mbante mend nga filmat, jo Yli me buzëqeshjen që bënte gratë të rrinin pa frym. Ky ishte një hije e atij njeriu. Fitura ishte e vertë, e lodhur, sytë të tellë në zgavra dhe duart dridheshin kur ai vuri çantën në tokë për të firmosur regjistrin. Portieri, i hutuar, nuk e pyeti asgjë. Por ai vuri re diçka të çuditshme. Kur Bekimi mori Chelsea dhe u kthye për të shkuar drejt asensorit, një njeri tjetër, një burr me xhaketë të errët rreth 40 vjeç, hyri në hotel dhe u ul në koltukun e sallës së pritjes duke hapur një gazetë. Por ai nuk e lexoi gazetën. Ai e mbajti atë si maskë dhe sytë e tij ishin të ngullur në shpinën e Bekimit derisa ai zhduku në korridorin e katit të dytë. Portieri e kishte parë këtë tip sjellje më parë. Ai kishte punuar në atë hotel për 22 vjet dhe kishte mësuar të njihte personat që nuk ishin vizitor të thjesht, ata që pritnin, që vëzgonin, që mblidhnin informacion. Ky burr me gazetën ishte një prej tyre, dhe portieri e dinte se kur dikush si ky shfaqej, diçka e keqe ishte duke ndodhur. Por ai nuk kishte pushtet për të ndërhyrë. Ai thjesht vazhdoi punën e tij dhe shpresoi se nuk do të ndodhte gjë e tmerrshme në turnin e tij. Por në thellësi të zemrës, ai e dinte se diçka e tmerrshme tashmë kishte filluar. Bekimi hyri në dhomën 915, një dhomë e vogël me një krevat të vetëm, një tryezë të vjetër anash dritares dhe një televizor pa telekomand që funksiononte vetëm në 2 kanale. Ai hodhi çantën mbi krevat, hoqi pallton dhe u ul në skaj të krevatit, duke mbështetur kokën në duar. Ai kishte ardhur në Beograd për një takim të fundit. Dikush i kishte thënë se ekzistonte një mundësi, një rrugë e fundit për të rikthyer të drejtën e tij për punë. Një avokat i ri, me emrin Nenad Jovanović, kishte marrë përsipër të hapte një rast kundër bashkimit të aktorëve për diskriminim. Jovanović ishte i ri, idealist, dhe ende besonte se ligji mund të funksiononte edhe në një sistem të kallburr. Ai kishte kontaktuar Bekimin përmes Branks dhe i kishte thënë: "Nëse ju vini në Beograd dhe jetni një deklaratë të shkruar, unë mund ta çoj këtë në gjykatën kushtetuese, jo për para, për drejtësi." Bekimi nuk besonte se kjo do të funksiononte, por ai nuk kishte asgjë tjetër për të humbur. Por tani, në heshtin e asaj dhome hoteli, ai u kujtua për diçka që kishte ndodhur vetëm 3 ditë më parë. Ai kishte marrë një vizitë në apartamentin e tij në Sarajev, një vizitë nga një njeri që nuk dha emër. Njeriu ishte rreth 50 vjeç, me një kostum të errët dhe sy të ftohtë që nuk shprenin asgjë. Ai erdhi pa paralajmërim në mëngjes dhe trokiti në derë me forcë derisa Bekimi hapi. Kur Bekimi pyeti se kush ishte, njeriu thjesht tha:
Unë jam dikush që po përpiqet t'ju ndihmoj. Ai hyri pa ftesë, mbyllur derën pas vetes dhe ull në tavolinë të dhomës së ndenjes. Zoti Fehmiu, filloi ai me zë të qetë por të ashpër. Ju po bëni një gabim duke shkuar në Beograd. Avokati që ju keni kontaktuar është i monitoruar. Çdo fjalë që ju i thoni atij do të raportohet. Dhe nëse ju vazhdoni me këtë proces ligjor, pasojat do t'jenë të rënda, jo vetëm për ju, por edhe për njerëzit që ju i mbani afër. Bekimi e kishte parë këtë tip kërcënimi më parë. Ai nuk u friksua. Kush ju dërgoi? Pyeti ai. Njeriu nuk u përgjigj drejt për drejt. Kjo nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se ju e dini se çfarë po ndodh. Sistemi nuk dëshiron ta shkatërrojë ju hapur, por nëse ju i detironi ata ta bëjnë këtë, ata do ta bëjnë. Dhe askush nuk do t'ju kujtoj si martir, por si një njeri i mirë që humbi mendjen. Ai nxori një zarf në xhepi i brendshëm dhe e vuri në tavolinë. Në këtë zarf është një bilet avioni për Paris, e hapur, e paguar. Gjithçka që ju duhet të bëni është të shkoni në aeroport në 3 ditët e ardhshme dhe të largoheni. Mos u ktheni. Filloni një jetë të re. Ata nuk do t'ju ndjekin jashtë vendit, ata thjesht duan që ju të heshini. Bekimi nuk e preku zarfin, dhe nëse unë nuk largohem, njeriu u ngrit. Atëherë ju do të përfundoni në një vend ku askush nuk mund t'ju ndihmoj. Ai shkoi drejt derës, por para se ta hapte, u kthye një herë të fundit. Ju mendon se jeni i fortë, por një njeri i fortë di kur të tërhiqet. Vetëm një budalla lufton një betejë që nuk mund të fitojë. Dhe me këto fjalë, ai u largua. Bekimi kishte qëndruar në dhomën e tij për orë të tëra pas asaj vizite, duke parë zarfin që qëndronte mbi tavolinë si një sfidë e heshtur. Një pjesë e tij donte ta merrte atë bilet dhe të largohej, por një pjesë tjetër, pjesa që ende mbante një pikë krenarie, nuk mund ta pranonte që ta detyruan të iksi kriminal. Ai kishte vendosur të shkonte në Beograd. Ai kishte vendosur të takonte avokatin. Ai kishte vendosur të përpiqej një herë të fundit. Dhe tani, në atë dhomë hoteli, ai e dinte se ajo vendim mund të ishte gabimi më i madh i jetës së tij. Por ishte tepër vonë për t'u kthyer. Ai u shtrir në krevat pa u zhveshur dhe provoi të flinte, por gjumi nuk erdhi. Ai dijonte tingujt e hotelit, hapat në korridore, zërat e largët, zurmat e makinave jashtë. Dhe ai dijonte diçka tjetër, një ndjenjë rënd në gjoksin e tij, sikur diçka po e shtunte poshtë duke e bërë të vështirë frymëmarrjen. Ai e njihte këtë ndjenjë, ishte zemra e tij. Zemra që mjekët ja kishin paralajmëruar për, por që ai e kishte injoruar. Ai mori një shishe të vogël pillulla nga çanta, pillulla që doktor Eriç i kishte dhënë fshehtas, dhe gëlltiti 2 prej tyre me ujë të ngrohtë nga rubineti i banjës. Pillullat i sollën pak lehtësim, por jo paqe, sepse ai e dinte se këto pillulla po e mbajtën gjallë vetëm për pak kohë më tepër. Dhe çfarë kuptimi kishte të jetonit kur çdo ditë ishte vetëm një vazhdim i vuajtjes? A ishte ai duke bërë gabimin e fundit? A duhet të kishte marrë atë bilet? A duhet të kishte pranuar humbjen dhe të ishte larguar me dinjitetin që kishte mbetur? Apo ky akt i fundit i sfidës, kjo përpjekje për të kërkuar drejtësi në një sistem që nuk njihte drejtësi, ishte e vetmja gjë që e mbante ende njeri. Në mëngjesin e ardhshëm, në ora 10, Bekimi u takua me Nenad Jovanovićin në një kafe të vogël afër gjykatës. Avokati ishte një djalë me sy të ndritshëm, flokë të zezë të shkurtër dhe një dosje të trashë nën krah. Ai e priti Bekimin me një dorështrëngim të ngrohtë dhe një buzëqeshje që dukej e sinqertë. Zoti Fehmiu, unë jam i nderuar që ju keni pranuar të takoheni me mua, tha ai. Unë e di se ju keni kaluar shumë, por unë besoj se ne mund të fitojmë këtë. Ai hapi dosjen dhe filloi të shpjegonte strategjinë ligjore. Ne do të argumentojmë se bashkimi i aktorëve ka shkelur të drejtat tuaja themelore për punë dhe përfaqësim. Ne kemi dëshmi se vendimi për t'ju përjashtuar nuk ishte bazuar në performancë profesionale, por në arsye politike dhe etnike. Nëse ne mund të aprovojmë këtë, gjykata kushtetuese do të jetë e detyruar të veprojë. Bekimi e dëgjoi, por nuk ndjeu shpresë. Ai kishte dëgjuar premtime të ngjashme më parë, nga miq, nga kolegë, nga njerëz që donin ta ndihmonin, por premtimet nuk ishin çuar kur asgjë kundi. Ju e dini se kjo nuk është vetëm një çështje ligjore, tha Bekimi me zë të lodhur. Kjo është një luftë kundër një sistemi që nuk pranon gabimet e veta. Edhe nëse ne fitojmë në gjykat, ata nuk do ta respektojnë vendimin. Ata do të gjejnë një mënyrë tjetër për të mandallur. Jovanović u përpoq të ishte optimist, por kjo është arsyeja pse ne duhet të luftojmë, sepse nëse ne heshtim, sistemi fiton, dhe nëse ne flasim, edhe nëse humbasim, ne krijojmë një shembull për të tjerët. Por ndërsa ata po flisnin, Bekimi vuri re diçka që e bëri të ngri. Në anën tjetër të kafes, në një tavolinë afër dritares, ishte i ullur një njeri që dukej njohur. Ishte i njëjti burr me xhaketën e errët që kishte qëndruar në sallën e hotelit natën e mëparshme.
Ai po lexonte gazetën sërish, por sytë e tij nuk ishin në faqe. Ata ishin në pasqyrën e murit, duke reflektuar tavolinën ku Bekimi dhe Jovanović po flisnin. Bekimi nuk tha asgjë për Jovanovićin. Ai nuk donte ta shqetësonte avokatin e ri me paranojat e veta, por brenda tij, ai e dinte se çdo fjalë që ai po thoshte po dëgjohej. Çdo plan që ata po bënin po regjistrohej. Dhe dikush, diku, po vendoste se çfarë të bënte me këtë informacion. Pas një ore diskutimi, Jovanović i dha Bekimit një dokument për ta firmosur, një deklaratë e shkruar ku Bekimi rrëfente të gjithë historinë e tij dhe kërkonte hetim të plotë. Bekimi e lexoi dokumentin ngadalë, çdo fjalë ishte e saktë, çdo fakt ishte i dokumentuar. Por kur ai arriti në fund ku duhej të firmonte, ai ndalloi. Dora e tij qëndroi mbi letrën, stilolapsi në dorë, por ai nuk mund ta lëvizte, sepse ai e dinte se kjo firmë nuk ishte thjesht një akt ligjor, ishte një deklaratë lufte. Ishte një pohim publik se ai nuk do të heshtë, edhe nëse kjo do të thotë se ai do të shkatërohet plotësisht. Dhe për një moment ai u pyet: a vlen kjo? A vlen të sakrifikosh gjithçka për një drejtësi që mund të mos vijë kurrë? Por pastaj ai mendoi për të gjithë ata që kishin heshtur. Ai mendoi për kolegët që e kishin tradhtuar. Ai mendoi për sistemin që e kishte fshirë nga historia. Ai mendoi për të gjitha paratë e vjedhura, të gjitha kontratat e anulluara, të gjitha mundësitë e humbura. Dhe ai vendosi se nëse ai duhet të përfundoj, ai do të përfundoj duke luftuar, jo duke u fshehur. Ai firmosi, dhe me atë firmë ai vullosi fatin e tij. Jovanović e mori dokumentin me një shprehje kënaqësie. Bravo zoti Femju, tani ne mund të fillojmë. Por Bekimi nuk ndjente asnjë kënaqësi. Ai ndjente vetëm rëndim, sepse ai e dinte se lufta nuk ishte filluar ende, por fundi i saj tashmë ishte vendosur. 4 ditë më vonë, në orët e hershme të mëngjesit, portieri i hotelit Majestic u zgjua nga një zhurmë e fortë që vinte nga kati i dytë. Ai u ngrit shpejt dhe u ngjit në shkallë. Kur arriti në korridorin ku ishte dhoma 915, ai pas e dera ishte e hapur. Ai trokiti dhe thirri: "Zoti Femiu, a jeni në rregull?" Asnjë përgjigje. Ai hyri ngadalë dhe e pa atë që e bëri të ngri. Bekimi ishte shtrish në dysheme, pranë krevatit, i palvishëm. Fytyra e tij ishte e zbetë dhe duart ishin të ftohta. Portieri thirri ambulancën menjëherë, por kur paramjekët arritën ishte tepër vonë. Bekimi Femiu kishte vdekur. Sipas raportit zyrtar mjekësor, ai vdiq nga arrest kardiak. Asnjë shenjë dhune, asnjë shenjë substancash të huaja. Thjesht një zemër e lodhur që nuk mund ta duronte më. Rasti u mbyll brenda 24 orëve. Askush nuk hetoi më thellë. Askush nuk pyeti pse ai ishte në atë hotel. Askush nuk pyeti kush e kishte monitoruar. Askush nuk pyeti për zarfin me biletat që u gjet në çantën e tij. Rasti u arkivua si vdekje natyrale, dhe me këtë, historia zyrtare u mbyll. Por a ishte vërtet kjo natyrale? A ishte vërtet zemra e tij që dështoi, apo ishte diçka më e errët? Sepse portieri, vite më vonë, në një intervistë jo zyrtare, rrëfeu se ai kishte parë diçka të çuditshme atë natë. Ai kishte parë të njëjtin burr me xhaketën e errët duke dalë nga hoteli në ora 3 të mëngjesit, 3 orë para se Bekimi të gjendej. Dhe ai kishte parë se ai mbante diçka në dorë, diçka të vogël, të mbështjellë në letër. Portieri nuk e pyeti se çfarë ishte, sepse ai e dinte se njerëzit si ai nuk përgjigjen pyetjeve, por ai kur nuk e harroi atë pamje. Pas vdekjes së Bekimit, Nenad Jovanović përpiqej të vazhdonte rastin, por brenda një jave ai mori një letër nga gjykata që i thoshte se rasti ishte mbyllur për shkak të mungesës së paditësit. Jovanović protestoi. Ai argumentoi se rasti mund të vazhdonte si çështje e interesit publik, por aplikimi i tij u refusua. Dhe brenda dhe muajsh, Jovanović humbi licencën e tij si avokat për shkelje procedurale. Karriera e tij u shkatërrua përpara se të fillonte. Ai u detyrua të punonte si sekretar në një firmë private, i heshtur dhe i harruar. Dhe askush nuk foli më për rastin e Bekim Fehmiut. Branka Petrić e dëgjoi lajmin dhe u shemb. Ajo nuk shkoi në funeral sepse kishte frikë. Ajo nuk dha deklarata sepse kishte frikë. Ajo thjesht qëndroi në apartamentin e saj dhe çau ditë të tëra. Ajo e dinte se Bekimi nuk ishte vetvrar, por ajo e dinte gjithashtu se ai ishte vrar nga sistemi, ngadalë, me metodë, derisa trupi i tij nuk mundi më. Dhe ajo e dinte se ajo nuk mund të bënte asgjë, sepse nëse ajo fliste, ajo do të ishte e radhës. Kështu që ajo heshti, dhe me heshtjen e saj e vërteta u varros. Funerali i Bekimit ishte i qetë. Vetëm 25 persona erdhën.
Disa të afërm të largët, disa miq të vjetër që guxuar të shfaqeshin dhe Branka, që qëndroi në cep me syzet e errët duke qarë në heshtje. Asnjë përfaqësues zyrtar nga Bashkimi i Aktorëve, asnjë ministër kulture, asnjë gazetar, asnjë kamer. Vetëm një varr të thjesht, pa fjalim, pa ceremoni. Sikur ai të mos kishte qenë kurrë një yll, sikur ai të ishte vetëm një njeri tjetër që vdiq dhe u harrua. Por çfarë ndodhi me ata që e shkatëruan? Sipas disa burimeve, Dragan Kostić, zyrtari konsullor që dyshohet se kishte lidhje me zhvlerësimin e kontratave të bekimit, u promovua dhe u bë ambasador në një vend perëndimor. Ai jetoi jetë të rehatshme derisa u pensionua në vitin 2008. Ai kurrë nuk u hetua. Ranković, zëvendës ministri që menaxhoi listën e zezë, humbi pozicionin e tij pas rënies së Miloševićit, por asnjëherë nuk u akuzua për krime. Ai vdiq në vitin 2015 në shtëpinë e tij, i rrethuar nga familja. Produkuesi që dyshohet se e tradhtoi bekimin për kontratën e filmit, bëri miliona dhe jetoi në Miami derisa vdiq në vitin 2020. Askush nuk pagoi, askush nuk u dënua, askush nuk kërkoi ndjes. Dhe bekimi? Bekimi u harrua. Filmat e tij u tërshqën nga kinemat. Emri i tij u fshi nga librat mosimor. Biografia e tij u shkurtua në një paragraf të vogël që thoshte vetëm aktor shqiptar jugoslav vdiq në 1990. Asnjë përmendje asaj që ai arriti, asnjë përmendje asaj që ai vuajti, vetëm heshtje. Sepse kjo është mënyra se si sistemi e shkatëron një njeri, jo duke e vrarë publikisht, por duke e zhdukur në kujtesa kolektive, derisa të duket sikur ai kurrë nuk ekzistoi. Por sot, në disa vende të fshehta, njerëz të vjetër që e kujtojnë bekimin ende flasin për të. Ata tregojnë histori për talentet e tij, për bukurinë e tij, për kurajon e tij. Ata tregojnë për atë që i bën. Dhe nganjëherë, në këto biseda të heshtura, dikush pyet: Pse askush nuk bëri asgjë? Dhe përgjigja është gjithmonë e njëjtë, sepse ne të gjithë kishim frikë. Sepse ne të gjithë menduam se nëse heshtim, ne do të shpëtojmë. Por tani shohim se duke heshtur, ne e lam të vdiste vetëm. Dhe kjo është mëkati që ne mbaj mende. Historia e Bekim Fehmiut nuk është thjesht historia e një aktori që humbi gjithçka. Është historia e një sistemi që shkatërroi një njeri për shkak të origjinës së tij, për shkak të guximit të tij për të folur, për shkak të refuzimit të tij për të përkullur. Është historia e heshtjes kolektive që e la atë të vdiste i vetmuar. Dhe është historia që na kujton se kur ne heshtim përballë padrejtësisë, ne të gjithë bëhemi bashkëfajtor në shkatërimin e atyre që guxojnë të flasin. Sepse sistemi nuk shkatëron vetëm njerëzit, ai shkatëron edhe kujtesën e tyre, duke i fshirë nda historia, sikur të mos kishin ekzistuar kurrë. Dhe kjo është krimet më e madhe të gjitha. Jo të vrasësh trupin e një njeriu, por të vrasësh kujtesën e tij. Miqt, si e shikoni ju figurën e Bekim Fehmiut? A ishte ai viktimë e një sistemi që e shkatërroi për shkak të etnisë së tij dhe guximit të tij për të folur, apo ai vetë kishte një rol në fatin e tij? A mendoni se ai duhej të kishte larguar kur pati shansin, apo ai bëri mirë që u përpoqte luftonte deri në fund? A kujtoni ju historinë e tij në qytetin tuaj? A flitet ende për të, apo ai është harruar plotësisht? Na shkruani mendimet tuaja në komente. Ne duam ta dimë se sa njerëz ende kujtojnë të vërtetën. Nëse kjo histori ju preku, lini një pëlqim dhe abonohuni në kanal, sepse ka shumë histori të tjera si kjo që duhet të tregohen përpara se të jetë tepër vonë.